Moderatorja Chiara Tito ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin Ndryshe me Salsano Rapin dhe Elona Duron, ku ka ndarë me publikun disa rrëfime personale mbi jetën, karrierën dhe planet që po vinë në horizont. Ish-banorja e Big Brother VIP surprizoi me një lajm të ri, duke zbuluar se së bashku me bashkëshortin e saj Luiz Ellin janë në hapat e parë të një projekt filmi që pritet të realizohet shumë shpejt. Jemi duke u organizuar për të bërë një film bashk, është hera e parë që e them. Ai e ka thënë pak edhe në story, megjithatë nuk kishte asgjë konkrete. Tani është momenti që ne jemi në fillimet tona, sepse filmi normalisht që do shumë kohë që të dalë, por ky është një projekt që ne kemi dëshirë që ta bëjmë sa më shpejt. Në vazhdimsi do t'i mbledhim të gjitha detajet, u shpreh Chiara. Kur u pyet nëse filmi do të ishte një komedi apo një rrëfim mbi historinë e dashurisë së tyre, ajo nuk nguroi të jepte një përgjigje të ëmbël. Sigurisht që do të ketë dhe romancë brenda. Ku do të shkojmë ne të dy pa transmetuar pak dashuri, tha Chiara.